Mirëmëngjes të gjithëve, gëzuar festën e Kurban Bajramit për të gjithë besimtarët musliman, qoftë një ditë e bukur me begati, me shëndet, me mirësi, me dashuri, tryezat tuaja qofshin të mbushura vetëm me harmoni ditën e sotme dhe kur doherë. Është e bukur në fakt kur kemi ditë festash. T'japin një lloj energjie dhe një lloj ndjesie të bukur. Është një ditë pushimi për gjithë ju, kështu që na ndiqni në programin e ditës së sotme deri në orën 11 jemi me Reze Dielli, me recetat e Albanës, me cilën do të flas pak më vonë. Ndërkohë ju prezantoj tematikën që do të diskutojmë sot me Altin Jokën në ditën tonë të mërkurë. Do të flasim për disa sinjale të çuditshme që na jep trupi, organizmi ynë përpara se të bëjmë ato analizat apo përpara se të shfaqet një sëmundje. Ne i neglizhojmë duke i mbuluar ato me produkte të ndryshme, produkte kozmetike ndoshta, me ilaçe apo me suplemente, por që paralelisht në trupin tonë është duke u agravuar një sëmundje e caktuar. Cilat janë këto simptomat të cilat nuk duhet t'i neglizhojmë, na ndiqni t'i shpjegojmë pak më vonë. Ndërkohë, do të flasim për qeshit, është sezoni i tyre, vlerat kurative dhe si duhet t'i përdorim ato. Shkojmë tani të fillojmë me recetat dhe na ndiqni më pas me zhvillimin e bisedës. Gëzuar dhe njëherë, mirë se të gjej në kuzhinë, edhe pra visat tona që sot janë në gatishmëri për të mbushur tryezën si gjithmonë në ditë festash me ushqime që janë receta që janë pak më të veçanta, ne këto i realizuam di apo jo? Sot është ajo për ditëshmëria për nesër. Për nesër. Ne gjithmonë e kapim ditën, pra progres, jo regres. Japim qiko anvisat të mendojmë për recetat. Sot që gatuajmë ne? Por, normalisht diçka edhe do gatuaj. Recetën e sherdenit ju e njihni shumë mirë. Unë e kam kthyer në çorb të gjitha produktet e sherdenit, por i kam kthyer të gjitha në të njëjtë. Çfarë është sherdeni? Disa zona e njohin shumë mirë, disa të tjera jo. Sherdeni bëhet me mishin e qingjit, që unë këtu e kam zier. Njëkohësisht është edhe një truk për të zier perimet e tjera, për shembull, në lëngun që kam zier mishin, kam vendosur të dy këto lloj sitash dhe njëra mbi tjetrën i kam vënë kapakun dhe zihen. Më shumë zihen me avullin. Kaq më duhet. Produkti kryesor, të gjitha janë produkte kryesore, por mua më duhet pajisja kryesore që pak të nuk mund të bëj dot gjë. Pra, kam yndyrën, sikurse gjalp edhe pak vaj. Dhe më pas është qepa. Kam qepën, kam hudhrat, kam selinon, mishin e qingjit, kam të brendshmet e qingjit, kam rizën, Riza e qingjit, por unë nga këtu du të kisha shumë që t'i bëja ato mbledhje si aprak dhe t'i vendosja të gjithë në një tavë. Gjë që unë nuk kishte kaq, sepse i kishin marrë gjitha, që kështu unë e kalova në çorb. Tek gjalpi, që mos të humb kohë, shtoj qepën. Patjetër, do të ishin të gjitha këto nëse unë do t'i kisha kaluar si aprakët, do kaloheshin në fund atë salsën e bardhë me vezët edhe kosin. Mjafton, ide të keni, mjafton të keni frymëzim dhe mbi gjitha të kemi një oreks, të jemi të shëndetshëm. Oreks nuk të sepse vuajmë. këtë themi, na jep o Zot shëndet, begati, paqe. Kjo është lutja më e madhe. Tani me thënë të drejtën, në lutjen time, jo vetëm unë, por që të gjithë njerëzit lutjen i kanë shuar dhe për njerëzit që nuk janë më. Kjo është ndër lutjet kryesore që njeriu lutet. Po. Gjë që dhe unë ritualin tim e bëra. Djem pas ditë dhe sot mëngjes, para se të vjam punë. Që është edhe falja. Pra, tek qepa. Te qepa është e kripën. E gjithë lezet. Do të shtojmë rizën që do ta pres me gërshër, jo me thik. Pra, për ato anvisa që nuk e din çfarë është riza, si e shpjegojmë ndryshe? Pjesa mban të brendshmet e baktis. Nëse unë do ta përdor rizën, si gjetja e aprakut për shembull, atëherë unë duhet ta zhys në ujë të nxehtë që të zbutet. Sepse ka dhe pjesë e rizës që është pak më e trashë, që është më e ashpër, t'ja u them, pothuajse është si puna e kërcellit e lakrës që është pak më e trashë, diçka e tillë.
e marrë dhe kaloj në vend të dhjamushkave, për t'i dhënë atë shijen më të mirë. Patjetër që e kam kaluar në ujë të nxehtë të brendshmet e baktisë, gjë që unë konkretisht kam mëlçin. Nuk doja të vendosja mëlçi të bardhë, sepse ma prishin pak shijen. Duke sikur zihen shpejt, por janë receta të veçanta, gjë që këtu nuk përdoret. Çfarë mund të përdorim këtu? Mund të përdorim shpretkën, mëlçin e zezë, mëlçia e zezë patjetër, zemra, veshka dhe dashuria për të gatuar. Ja, e largova. Kjo receta i shkon ditë së sotme, sepse Po i shkon, patjetër që i shkon. Kanë bërë banë në zona të ndryshme, kështu që këto të brendshme ti shfrytëzojmë për këtë recetë, të cilën të doja shumë që ta shihnim pak se çfarë përmban ajo, derisa të bëhet gati qepa, edhe këto dhjamushkat që ja shtuam mbi të për t'u tretur edhe për t'u gatuar ashtu siç duhet, kështu që së bashku me anvisat tona le të lexojmë recetën e shkruar, recetën tonë të parë. Ja, këtu do të tretet mirë, do të eliminohet, themi dhe pjesa e fortë e qepës, një çorp me mish qingji dhe perime. I duhet qep, karot, selino, gjalp, supa, një 2 lugë supe me oriz, majdanoz, të brendshme qingji, pëlhur qingji, bëhet fjalë për këtë rizën që sapo e treguam, 2 vezë kos, hudhër, dafin, krip, piper i zi dhe piper i kuq. Kemi lexuar recetën, ndërkohë vazhdojmë me procesin tjetër të punës. Derisa riza të marri, ose tipa pëlhura, të marri këtë ngjyrën e këndshme. Vjen një super aromë, do të themi që është qepa, po vjen një super aromë, ose unë i dua produktet shumë. Dhe kjo mund tjetë. Edhe është 100%. Do të shtoj mëlçit. Dhe direkt edhe rënjën e selinos, jo gjethen. E përzije i mirë, thash që para prerjes nuk e kam larë mëlçin, nuk e laj mëlçin dhe si çdo lloj mishi. Kemi thënë që bakteriet përhapen, në tryezë përhapen e lavaman dhe është akoma edhe më keq. Pra, no, jo larje. Eliminohen të gjitha këto në nxehtësi. Po, procesi termik i eliminon të gjitha. Direkt në nxehtësi, po. Tani ka muzën e bejteve. Shpreh talenti. I vë kapakun. Largoj vajin, op nga nxehtësia, opa, zarar madhe. Kaloj. Thelpit e hudrës në të coptuara. Hudrat gjithmonë e japin më mirë atë aromën, shijen, po edhe vlerat e tyre duke i coptuar dhe duke i lënë për pak sekonda. E gjithë masa e hudrës. Do të shtoj perimet, karotën, sepse unë e kam zirë pak më përpara karotën, thash në avull, dhe erzat. Piperi kuq i ëmbël, piperi zi se ka më tepër, masa e kripës, dafina. E ndihmoj me ujë.
po të doni ju, mund ta kaloni shumë mirë, mund ta kaloni në furr. Duket shumë e mirë deri tani. Do merre me... Në fund fare, pasi ato gatuhen, kemi dhe vezët bashkë me kosin. Orizin, Shtojmë në fund. direkt e largoj këtu. Një vezë të plot, 2 të tilla dhe kos. Dhe një përzierje. Çfarë arome. Duket edhe nga përzierja, nga shija që lëshojnë të brëndshmet dhe kryesisht mëlçia, pak nga mishi gjithashtu. Këtë një opcion shumë i mirë edhe për tryezën e sot me kjo recet, pse jo? Po. Dhe mban të gjitha pjesët, edhe të brëndshmet edhe mishin e qingjit, pak nga lëngu i shishëm, aromat e perimeve e erëzave gjithashtu, Të marrin. dhe me një gatim të ngadalt, në temperaturë të ngadalt. Kam përshtypje se është shumë e rëndësishme kjo pjesë. E vendosim dhe kapakun, e lëm të pushoj pak, ndërkohë edhe ne pushojmë një shkëputje shumë e shkurtër, do t'jetë tani mesazhi ton promocional, dhe rikthehemi për ta përfunduar recetën. Dhe vazhdojmë punën në kuzhinë, jemi me recetën e parë, një gatim shumë i këndshëm edhe për festën e sotme, mund të jetë shumë e mirë, pavarësisht se ne dje sollëm ato receta tradicionale, mund të referoheni kanalit ton në YouTube. Tani, kjo çorba me mishqindje të brëndshme dhe perime vjen patjetër pjesë e tryezës, mjafton të jenë produkte të freskëta, gatimi të jetë dhe mos ka urdisja, siç tham, në zjarr të ngadalt. Tani është dhe një proces i fundit. Përziejmë 2 vezë dhe kos. Në fund fare. Ty gjithçka po gatuhet, po shkëmbehen aromat, brenda tek nxjerrja. E kthej paksa. Mishi padyshim është i parazier më përpara, po. sepse nuk do të arrinte të merrte kohën. I vësërisht kapakun dhe marr bimët aromatike. Kjo i shkoter, besoj, majdanozi më së shumti. Sërisht. E keni vënë re, nëse ne shtojmë kosin, ne nuk shtojmë spec ndjekës. Pra, e lëm vetëm tek, te piperi i kuq. Shtoj pak lëng. Dhe sërisht. Sërisht e Po lëm të të duam zjej me marrë dhe vendos në furr, nëse kam një gatim tjetër, por do mundohem që mos kem gatim për momentin, gatim të dytë, në proces termik, vetëm bëj një sallatë shpejt. Po. Ja. Afrojmë produktet për sallatën me bulgur, e kemi bulgur, lakër të kuqe, karota. Faktikisht, bulgurin ta lë opsional, nëse duan apo jo ambisa, dhe karotën. Karota, panxari, lakra e kuqe. Po. Janë 3 përbërësit kryesor të recetës. Limonin. Panxari duhet jetë i zjerë. Dhe më duhet lëngu i një limoni. Pa tjetër, më duhen bimët aromatike, sikurse dhe vaj i ullirit. Nëse ju keni dëshirë të shtoni pak djathë dhije, akoma dhe më mirë. Po. Pra duhet të grihet në rende, jo e prerë në kubik.
Nëse do ishte e prerë në kubik, normalisht edhe karota do kalonte në proces termik. Gjë që nuk duhet, sepse duhet të ndjej tamam shijen e karotës. Tu kam shumë muz, nuk është se. Bëhet një kombinim shumë i mirë, edhe në ngjyra, edhe në shi, edhe në vlera. E kaloj pak sa panxharin në pjesën më të madhe të grirjes. Po. Në momentin që unë dua të punoj me përbërësit, asnjëherë nuk më pëlqen doreza, sepse duhet të kem kontaktin me produktin. Nxehtësia e dorës jep dashurinë. Doreza, nëse është e nxehtë, akoma më keq. Është plastike. Sepse shikohet shumë që puna me doreza në nxehtësi. Është si puna e larjes mishit, ashtu është edhe doreza. Jemi në rregull edhe këtu edhe e kaloj dhe laj pak sa duart. Po, do na duhet besoj se lakrën e kuqe do ta grim imët me pikë, do ta marinojmë dhe do të sjellim këtë sallatë të shishme, edhe shumë të shëndetshme. Tetryeza është aq e pastër sa që gjithmonë bëjmë një larje me sodë. Me sodë, me uthull përdorim shpesh. Ju tashmë në kaq vite e keni kuptuar që ky është rituali ynë. E lë se do më duhen bimët, do të shtoj lëngun e limonit. Limoni vockël? Po ka shumë lëng. Po ka shumë lëng. Ti vogël, paret sa lëng ka brenda, se mund të jetë më ja, si më të ku? madhe. E përdor gjithashtu edhe për largimin asë ngjyrës që të lë panxharit teksa e përdor në grirje. Tani të mbetet lakra e kuqe. Do t'i përzijmë më pas. Në duhet edhe në një bimë aromatike, kemi këtu azon plot. Dhe pjesën tjetër. E marr, e kaloj në role dhe imët. Asnjëherë nuk konsumohet e tillë, konsumohet e ftohtë. Nxehtësia e bulgurit ndihmon që të zbutet edhe lakra, normalisht limoni dhe të gjitha erëzat e tjera. Bëjmë punën e vetë për të bashkëvepruar në shije. Kështu e të rëzojmë që të kem dhe një tryezë të pastër. Dhe këtu kemi pra edhe njërë panxharin, kemi karotën të grira këto në rende, panxhari i zier, bulgurin, lakrën e kuqe, koper majdanos, lëng limoni. Do ta lë për momentin kështu. Edhe recetën e kemi të shkruar, mund të hidhni një sy nëse mund të shtoj dhe uthull. Duhet, po. Që të ketë dhe më pas ne këtë lutem kripën, sepse kripën e kam haruar. Uthulla dhe limoni. Bashk edhe një herë recetën e shkruar, sallatë me panxhar dhe lakër të kuqe. Shënojmë një kokër e vogël lakër e kuqe, 2-3 karota, 2-3 panxhar të gatuar, 1 tufë majdanos, 4-5 lugë vaj ulliri, lëngu i 2 limonëve apo i 1 limonin, varësi të sasisë së perimeve që ju keni, krip, piper i zi dhe bulgur është opsionale sipas dëshirës. Nëse kjo recetë do të jetë një recetë për të plotësuar një vakt të ditës, mund t'ia shtoni bulgurin, shtuar edhe. Do t'ju japë një recetë tjetër direkt me këtë. S'kemi shtuar limonin, s'kemi shtuar uthullën, absolutisht. Do vendosim një kokër vezë, do t'i kapim dhe i bëjmë direkt qofte në fur apo në tigan si të dëshironi ju. Është një superfood sepse ka bulgurin,
edhe... Pra po thua pa e marinuar, mund ta përdorim edhe për të përgatitur qofte. Mirë, i hedhim një sy tani këtej gjellës, çorbës, është procesi fundit që të shtojmë kosin edhe vezët. Shikoj nëse është bërë, sepse nëse unë tani do t'i shtoj, edhe shumë pak do faktikisht, vetëm kjo pjesa këtu, gjë që e ndihmoj me lëngun, lëng këtu, dhe kështu unë mund t'jem e qetë që t'ja shtoj direkt. Ja. Do ullë nxehtësin dhe avash, sa të bëhet që legu dash, hape mbyllësyt, ju e keni në tryezat tuaja. Dhe ka pak unë ndërkohë. Letë pushojmë pak, t'i lëm edhe le të filloj festa. Dhe pastaj i vendosim në përpjata përfundimtare, ndërkohë vim pas pak pas reklamave me recetën e tretë. Me hallën miell misri, edhe një dhallë të shpejtë. Dhallën e bën ti, hallën e bëj unë. Kush e bën edhe e konsumon. Po, kush e bën e kush e ha? Dihet që dhalla është prej preferuar e shumicës për nesh. Rikthehemi pas publicitetit, ju presim prapë. Erdhëm ne përsëri në pjesën e fundit të gatimeve për ditën e sotme, për t'i rikujtuar dhe një herë recetat që kemi përgatitur deri më tani, ju themi janë visave, se kemi sjellë një çorbë. Ta vendosim në furrë përsëri vazhdimin apo ke serviru këtu në një tas dhe pritet. Një tavë balte, po, me të brëndshmet e qingjit, me mishin e qingjit dhe me perime të ndryshme. Shifeni sa bukur dhe sa i shishëm duket. Servirja e kemi sjellë për të afruar shumë tradicionalisht në një tavë balte. Kemi vazhduar më pas me një sallatë shumë të shëndetshme, me ngjyra të bukura dhe shumë të shijshme, ku kemi përdorur karotën, panxharin e zier, lakrën e kuqe, bimët aromatike, bullgurin dhe e marinuar më së miri me uthull me kri piper të zi dhe me lëng limoni. Dy recetat kanë përfunduar, janë gati dhe shpresojmë që t'ju ndjellim pak. Me pësin. Tani do të përgatisim hallvën. Shojmë pak përbërësit, pra, gjallë vaj direkt. Nuk i lë të digjen, i lë të nxehen. Shtoj mielin e misrit dhe më pak miell gruri. Tani mund të vazhdosh Niki. Po ja është në ekran receta, hallvë me miell misri. Ju duhet 400 ml ujë, 200 gram sheqer, 150 gram gjalp, 100 ml vaj misri, 200 gram miell misri, 2 lugë miell gruri dhe arra të grira. Tani ndiqni procesin hap pas hapi. Vaj dhe gjalpi janë shkrirë, kemi shtuar aty edhe miellin. A më merr pak miell sepse shoh që masa është bërë me një gotë më të vogël se masa e duhur dhe gjalpi është më i tepërt. Çfarë do lloj mielli të kesh? Ose miell gruri ose miell misri. Kombinimi miell gruri më shumë, miell misri më pak. Nëse ju keni se me miell të bardhë apo të verdhë? Verdhë kishe. Le ti vë pak të verdhë sepse mielli i misrit është i vetmi gjë që nuk kërkon të miellin e misrit të ashpër, mund të përdorni të ballokume dhe mund të përdorni të bardhë, mund të përdorni të verdhin. Me shumë dashuri, tek mielli i bardhë, nëse dëshironi ju çfarë do lloj miell, edhe me farinap mund të shtoni. Ja. Tani po. Në një rregullimi i përmasave bëhet me sy të lirë. Sa mase duhet, po e pash që ishte vendosur në masën në gotë të vogël dhe jo në gotë ujë, dhe prandaj gjalpi ishte me shumicë. Sepse kur është gjalp më tepër nga masa që duhet, ose miell më pak, normalisht, ne nuk arrim asnjëherë që të ri e të piqet mielli. Po. Si piqet mielli derisa të lëshoj aromën dhe jo në djegje. Përderisa unë kam të verdhën, të artën e bukur, të dielltën e bukur, nuk dua ta kaloj në ngjyrë të errët. Patjetër që kam shtuar shërbetin e dieshëm të baklavas, se mbani mend që unë bëra me shumicë. Dhe ja ku unë e kam që do ta shtoj sot.
Dhe aroma e miellit, kur piqet, është më se dallueshme për të treguar pastaj dhe cilësinë e miellit, për ngjyrën e një trajshme, për aromën karakteristike dhe anvisat që janë shpesh në kuzhinë, e kuptojnë më së miri këtë proces, këtë aromë që ndihet gjatë pjekjes. Derisa më duhet ky trazim, derisa të fillojë shkëputja e masës nga ena, nga pajisja. E lëm paksa. Sepse po nuk e përziva, do arrinë në rezultatin e duhur. Po. Niki merri tani shtoj ti vet, kemi një dhall ose ndryshe ariani. Këtu. Që duhet kos, uthull, krip, koper. Direkt. Një ose 2 gota kos. Kemi kaluar te ajo pija që na hidraton. Ti edhim pak ujë. Ose ja shtojmë këte nga bimet aromatike, pra kosim, po e shtojmë këtu tek blenderi, 2 lug uthull, ja shtojmë edhe uthullën. Të dyja, Kosin dhe uthullën, kripën, një gjysëm lugë çaji. E duhura është i shtone kubik akulli, kur kërkojmë të arrahim në blender. Dhe nuk po kja kurse as koperin, se shkon shumë. Dhe shkon shumë mirë me gatimin e mishit e qingjit. Kjo pije shkon edhe pa shoqëruar me asnjë gatim aq që shëndetshme dhe mirë, se është vapa që na e kërkon. Dhe ja, thjesht një përzierje të shpejtë. E vendosim në frigorifer, i vendosim akuj gjithashtu. Direkt e vendos këtu, duke i shtuar edhe mente, gjë që e ke dhe menten aty. Niki shton mente dhe unë shtoj direkt. Ne kishim një kane të vogël këtu. Shurup. Dhe mundohem që ta gjej se i shkon më. Sepse është zënë ajo kanja dhe prandaj ti nuk do ta gjesh dot. Okej. Do shtoj një masë, masa që kam shuar unë 400 ml. Unë kam diku 500, kam më tepër, dhe kam pak sa kujdes. Do shtoj. E duhet që ta shikoj atë proces, po edhe këtë, paralelisht, i grimarat që ti... E lë, sepse do bëhet. Qëfar arome që është hapur, mos haroni përzierin e gjalpit. Diku te 150 gram. Gjalp, 100 ml vaj, nuk e leni të digjet, e leni të ngrohet, shtoni masën e miellit, masa e miellit mbizotëron mielli i misrit, dhe 2 lugë gjelle është miell gruri. Në momentin që ju keni shtuar diku te 400 ml sherbet, e përzini mirë, më pas shtoni arat, dhe i gjithë kjo masë unë e lë të bëhet paksa, sepse bëhet, dhe në momentin që fillon që unë ta shkëpus, atëre filloj dhe e përzijej. Ndërko, këtu tani servirim thallën, aromatizuar me koperin, pak uthull, kripën, dhe po të doni pastaj një gjethe mente, se e freskon më tepër, jep edhe një shije fantastike. Mos ju ndani gjithë verës, ju mban të hidratuar, ju freskon, ju jep shije. Shikon si fillon tani? Ja. Fillon dhe të trashet, plotësohet. Derisa ajo pastaj të filloj shkëputjen nga... Kjo është gjimnastika, nuk kushtet të shtëpis. Gatuani. Okej, bëjmë një përmbledhje tani të shpejt, sërish të halvës. Këtu tek dhalla do t'i shtojmë edhe akuj, po i marrim në frigorifer, ose po e vendosim si që është kanën e vogël, aty brenda, të freskohet. Pra, halvë me miell misri. Uj 400 ml, 200 gram sheqer, 150 gram gjalp dhe 100 ml vaj misri, 200 gram miell misri,
2 lugë gjelle miell gruri, ara të grira. Procesin e ndoqët, do edhe pak që ta ndjekim deri në fund për t'ja treguar zonjave tona. Temperatura këtu jemi në... Ka një sekret. Fillon të bëhet kur yndyra fillon të dalë në sipërfaqe, ashtu sikur se tek tava e dheu që presim që të dalë yndyra në sipërfaqe. E përzihemi mirë, do minutazhen e vet, do kohën e vet. Sigurisht. Nuk mund ta ngusë edhe po ta ngusë, nuk do të dali huq. Do dali në rezultatin që ne duam. Ndërkohë që vazhdon të bëhet halva jonë me miell misri, ne shijojmë një kafe lavaca, kush e ka pirë dhe kush nuk e ka pirë. Ne ju sugjerojmë Michelinat, kapsulat me sasin maksimale të kafe, se cila vijon me një proces të rëndësishëm, të unifikuar mes këtyre kapsulave dhe aparatit lavaca Modomia, e cila mund të jetë shumë mirë dhe shumë kollajfare pjesë e zyrave tuaj, ku punoni, e shtëpisë tuaj, dhe aq më tepër nëse porositet aparati, padyshim që kompania mendon edhe për llojet e ndryshme të kafes, ku jeni ju te kafja me aromë intensive, apo divino, apo qualita rosa, e me radhë. Sot provojmë këtë kapsulën lavaca Modomia Intenso. Ja e vendos këtu. Një prekje të lehtë tek opsioni kafes së shkurtër, dhe në çast ju do të ndjeni aromën, kremozitetin e një kafeje, që të bën të ndihesh sikur je aty në një nga qytetet e Italisë, ku prej nga vjen edhe ky emër i kafes, prezent në Shqipëri, dhe njerë, siç ju thash, ky aparat është perfekt, ka një sistem presioni të shtrydhjes kapsulës për të marrë maksimumin e kafes dhe për ta ndjerë aromën, shijen dhe kremozitetin ja. Një bariste e vërtet. Kaq kohë sa kam punuar në aparatin e lavacës, e kam kaluar dhe një eksperiencë në banak. E ke fituar me kafe. Edhe për t'i përzgjedhur aromat dhe llojet e kafeve. Ta lumshim duart. Alva është duke u përgatitur. Po. Arat në fund fare. Po. Sos këtova. Kjo aroma Merë gjergjefin goce dilë ke ara. Merë gjergjefin goce dilë ke ara. Më ka mërmolli shpirtoja ke lala. Kjo është kënga ime ere. Që kur e shohim këngën tënde, kur e dëgjojmë. Së shpejti. Gati e kam faktikisht pres një moment të duhur, kaq. Po shumë pak na këndove pak. Kaq. E dua që të jetë me pjesë. Me muzikë bukur. Bani mend të këtë me gjergjefin. A mongoca mos u lodhin shumë, se sot s'ka as gjergjef, as qenisje, sot ka vetëm nisje. Sot ka bitisje pa nisje. E vendos këtu. Ja. E lë pak sa toftohet një sekondë, ki mos sot kap. Opja, e tillë. Edhe. Okej. Ja, dhe kështu përfundojmë me recetën e halvës me miell misri, një recetë e shpejtë, mund ta përgatisni, një pjesë e traditës dhe ta shijoni atë. Mirë? Më lumshim duart. Ka të gjitha në rregull. Ka dashuri shumë, kjo është. Këto ishin pra 4 recetat, me shumë dashuri edhe. Të lumshim duart edhe ty. Lavata të bëft mirë, ndërkohë përshëndetemi nga kuzhina për të ritakuar nesër në po të njëjtën orë me receta të reja, të bëft mirë shlogu me kohën e duhur. Në të njëjtën botët tona, se botët tona janë shumë të bukura. Bravo. Edhe dashuri. E të kam gjanë. Të bëf mirë, faleminderit. Ju pres pas pak me Altin Jokën do të jemi për të folur për ato sinjale që na jep trupi përpara se të shfaqet një sëmundje dhe që ne i neglizhojmë. Kemi ca shenja të çuditshme në fakt, që ne i neglizhojmë, themi e kemi nga lodhja, nga stresi apo nga XY, por që paralajmërojnë diçka, kështu duhet të njihemi dhe ti mos i neglizhojmë. Ju pres pas pak.
Mirë se erdhët sërish në rrezen tonë. Do t'jemi me Altin Jokën për të folur për sinjalet e çuditshme që na shfaqen në trupin tonë përpara se të vijë sëmundja, përpara se të shfaqet një sëmundje, sepse dihet që trupi ynë flet çdo ditë, por jo gjithmonë ne dim ta dëgjojmë atë ose e neglizhojmë. Lidhemi fillimisht, përshëndetemi me Altinin. Mirëmëngjesi Altin. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes juve dhe nëse më leoni që t'i uroj gjithë besimtarët musliman gëzuar Kurban Bajramin dhe shpresoj që mos jetë një ditë vetëm duke u festuar rreth mishit, sofrës, tavolinës, apo vetëm me urime, por dhe shpresoj që të jetë edhe një rikthim tek humanizmi që na ka munguar dhe na mungon dhe eliminimi i gjërave më të këqija, ndoshta siç është xhelozia, çmira edhe elemente të tjerë. Dhe shpresoj që të jetë edhe një solidaritet edhe për kauzat e drejta, për të varfër, për një zemër që ta ngrojë më shumë, për një fjalë më të ngrohtë ndaj të tjerëve. Kështu që ju uroj gjithëve gëzuar, Zoti i drejtoft dhe i shtoft besimin dhe po ashtu dhe zemrën e pastër të gjithëve. Faleminderit Altin, gëzuar, një mesazh i dur në këtë ditë feste, gëzuar të gjithë besimtarëve musliman që janë duke ndjekur, edhe është një ditë pushimi sot, në fakt kemi prezencën e tyre kudo. Le të nisim me temën për të treguar diçka më tepër rreth këtyre sinjaleve, ndoshta të panjohura më parë ose të neglizhuara ose të çuditshme që na shfaqen në trupin ton. Ne i neglizhojmë, por që pas çdo sinjali mund të fshihet një gjendje e caktuar shëndetësore apo një sëmundje që mund të shfaqet më pas. Cilat mund të jenë këto sinjale? Unë do të trajtoj në aspektin naturopatik, sepse këtë e trajtojnë mjekët, ndoshta dhe analizat të tjera, por nga aspekti i mjekësisë holistike, më fal. Duhet të kuptojmë diçka. Trupi ynë punon pa zhurmë. Dhe madje edhe sinjalet paralajmëruesme që na lëshon për ndonjë problematikë shëndetësore, fillojnë pa zhurmë. Shpesh ato shtrihen në kohë, ecin ngadalë, pa e kuptuar në shumë raste, por ai gjithmonë na lajmëron. Gjithmonë varet sa të vetëdijshëm, sa të vëmendshëm jemi dhe sa të mbret jemi ne ndaj këtyre sinjaleve dhe sa seriozisht në fund i marrim këto sinjale. Tani, një nga sinjalet që është nga më të nënvlerësuarat është lodhja kronike, e cila edhe pse ti fle, edhe pse ti nuk ngarkohesh shumë, ke të njëjtën rutinë dite, lodhja është shtuar. Lodhja mund të jetë normale një ditë ngarkuar, por nëse ajo bëhet kronike dhe ti gjatë gjithë ditës je i ngarkuar, ndihesh pa energji, atëherë pas saj, pra mund të fshihet mungesa e hekurit, mund të fshihen probleme me tiroiden, mund të fshihet një inflamacion kronik, mund të fshihet diabeti i cili sjell një debulesë, mund të sillin probleme të një sistemi autoimun ose fillimin e një sistemi autoimun. Nga ana tjetër, duhet të shikojmë ndryshimet që mund të kemi në lëkurën tonë. Sepse shpesh ne injorojmë këto ndryshime, kur çohemi në mëngjes dhe shikojmë lëkurën apo dhe gjatë ditës, sepse lëkura është pasqyrë e gjithë organeve tonave të brendshme, ose mund të themi është ekrani i gjithë trupit tonë dhe i shëndetit tonë. Mund të kemi njollë që na ka dalë, mund të kemi që mund ta tregojë dhe rezistencë në insulinës apo element tjerë, mund të kemi tharje, mund të kemi puçra. Në ana tjetër tek lëkura fusin dhe flokët, mund të kemi një rënje flokësh kur e shikojmë, apo që mund të tregojë dhe mungesë mineralesh. Nga ana tjetër zora, kur ne shikojmë që kemi para se të bëjmë analizat, kemi një fryrje të vazhdueshme, kemi probleme me kapsllëkun, kemi probleme me diaren, kemi me urthin, kemi me gromsirat, pra me acidin refluks, atëre po flasim që nga zora dhe stomaku, pra gjithë trakti gastrointestinal, atëre duhet të jemi të shqetësuar dhe të ndjekim to sepse trupi po na flet. Brenda kësaj mund të ketë çrregullime metabolike, mund të kemi një inflamacion brendshëm, një disbiozë, SIBO, ulcer e të tjera. Një tjetër sinjal që ne përsëri e neglizhojmë është kur na ka filluar ose na shtohet niveli i ankthit pa ndonjë arsye të mundshme. Dhe ne e quajmë si diçka kalimtare dhe psikologjike, por faktikisht truri ushqehet nga hormonet, ushqehet nga sheqeri, nga vitamina C, nga disa grupi vitaminës B, ushqehet nga niveli i gjumit që ne duhet bëjmë, nga mikrobioma intestinale, nga magnezi, elementë të tjerë. Dhe kjo nuk duhet parë thjesht si një ankth i zakonshëm. Mund të jetë mungesë e këtyre ose fillimi ndoshta edhe një problematikë sëmundjesh. Nga ana tjetër, kur goja ka filluar të çahet të buzët, gjuha po ashtu, gjatë të mishrat e dhëmbëve ku ne lajm, kur era e keqe është e vazhdueshme, mund ta tregoj shumë që nga ulçrat edhe element tjerë që ne do t'i sqarojmë me hamendja më pas, apo nga ana tjetër urina dhe feçja, rënja e flokëve që tham, rrudhja, humbja e peshës ose shtimi.
Pra të gjitha këto janë sinjale, minimale se ka shumë sinjale, po të paktën është një grup sinjalesh që unë mund të përmend që po na paralajmërojnë dhe po trokasin në derën e trupit tonë për të na thënë që po të fillon një problematikë shëndetësore, ndoshta jo një gjithmonë një sëmundje e rëndë, por sëmundjet gradualisht fillojnë. Marrin kohë, derisa pastaj na nxjerrin jashtë përdorimit. Po. A është vërtet apo është një konstatim i gabuar që njerëzit në ditët e sotme po e humbasin aftësinë e tyre për të dëgjuar trupin e tyre, për t'u përgjigjur. Ju e thatë pak më herët që trupi ynë flet, por ne nuk e dëgjojmë sa duhet atë. Nuk e dëgjojmë dhe nuk e kuptojmë. Sepse ne nuk kemi kohë. Ne kemi kohën kur çojmë mëngjes të rim para pasyrës që të krihemi dhe të merremi makijazh. Ne nxitojmë jashtëzakonisht shumë. Ne nxitojmë duke pirë kafen e ditës. Pra ne edhe stimulatorët që i marrim, nuk i marrim në mënyrë natyrale, konsumojmë kafe shumë, pije energjike, ku ndjehemi të lodhur, po pimi kafe, po pimi pije energjike, apo marrim ilaçe për të heshtur dhe goditur dhimbjen. Gjithmonë ilaçi nuk është efekti i parë pozitiv që na ndon trup, sepse ne vërtet mund ta heshtim dhimbjen me anë të dhunës, por sepse ilaçi nuk është diçka e zgjuar siç është trupi biologjikisht. Nga ana tjetër ham pa uri, ham çdo kohë. Fusim diçka në gojë, na konsumohet, pra jemi shumë të ngarkuar. Telefoni që nga mëngjesi ku çohemi deri në darkë, kemi përdor telefonin dhe jemi të ngarkuar. Dhe në ana tjetër po ashtu zhurma konstante që ne kemi sot në qytetet tona, nxitimi i përditshëm, drita artificiale, rrethimi i madh nga stresi dhe nga njerëzit të cilët janë edhe mund të themi edhe problematik në atë që na japin në aspekti energjisë. Dhe këto na bëjnë që ne shenjat tona ne mos i kuptojmë dhe jemi shumë të ngarkuar dhe jemi të fokusuar drejt diçkaje tjetër dhe jo drejt asajt që duhet. Jemi gjithkohë në vrap, por na duhet kohë të ndalojmë pak, të dëgjojmë, ta ndalojmë të vrapim se as vetë nuk e dim se ku po na çon ky ritëm kaq i shpejt. Vrap për këtë gjë, vrap për atë gjë. Është jeta moderne, ne kemi dëshirë jetën moderne. Kush e ka dëshirë kaq shumë jetën moderne? Jashtë pasionuar pas jetës moderne, atëherë patjetër kjo do ndodhi. Nëse jo, atëherë duhet të shkëputet gradualisht nga telefoni, nga dritat e bardha në shtëpi, nga gjithë ky komoditet ndonjëherë dhe falso, nga aktiviteti, nga konsumimi i kafes, nga lëvizjet shumë shpejta që bëjmë, nga stresi në çdo kohë, nga mosfjetja e gjumit etj. A mund të ndodh Altin që trupi na jep sinjale ndryshe tek femrat, ndryshe tek meshkuj, këto sinjale për cilat ne po flasim, reflektohen ndryshe sipas gjinive? Patjetër edhe mjekësia në shumicën e rasteve është ndërtuar kryesisht mbi simptomat e trupit të burrit, pra trupit mashkullor. Atë ka masi standard për shumë dekada, dhe si pasojë shumë problematika dhe shenja apo simptoma të femrave ose femrore, po themi janë nënvlerësuar, shpesh edhe janë dhe keq kuptuar. Ndryshimi është i madh, sepse për shembull, po të zëmë infaktin, në një pjesë të madhe të burrave është konstante që fillon me ndoshta me mpirje krahu, me dhimbje të një pjesë të shpatullës që mund të ketë një presion në gjoks, pra kjo mund të jetë apo në krahëror, te gratë ndonjëherë mund të vijë me një lodhje ekstreme, me një rënje të debulesës, zbeje, maramendje, i vjen si për të vjell ose me mpirje të nofullës. Nga aspekti tjetër, edhe depresioni shfaqet ndryshe për shembull. Gratë e përjetojnë me një lloj ndjeshmërie shumë të lartë emocionale depresionin. Dhe të burrat është më i brendshëm, më i heshtur. Është më i heshtur në drejtim, jo, por burrat bëhen dhe më nervoz. Dhe kuptojnë, mati bëhen më agresiv, bëhen edhe më të mbyllur, në këtë rast. Por dhe ata edhe mund të izolohen edhe më shumë emocionalisht, pra nuk e tregojnë. Te gratë për shembull rezistenca insulinës është ndryshe. Shfaqet me FCOS-n, me probleme të akneve, me cikle të çrregullta, si probleme të qimeve, apo shtimi në peshë. Tek burrat vjen në mënyrë tjetër, vjen me fryrjen e barkut, shëndetshjen e barkut, uljen e testosteronit, lodhje, humbjen e dëshirës seksuale, një sëmundje autoimune, te gratë vjen ndryshe, përsëri te burrat vjen ndryshe, sistemi imunitar që është i ndërtuar. Pra, edhe dhimbjet janë perceptuar ndryshe. Gratë kanë tendencë ta përjetojnë dhe ta mbajnë dhimbjen më të fortë brenda vetes tyre. Sepse është vetë trupi i tyre që është mësuar midis dhimbjeve kur lindin, gjatë ardhjes së menstruacioneve, ndërsa burrat shpesh
I pritojnë edhe dhimbje të tilla më shumë. Dhimbjet shumë, edhe dhimbjet që i duken të vogla femrave, burrat me njëri përjetojnë. Po edhe një temperaturë meshkujt e përjetojnë më keq se sa femrat. Shumë më keq. Pra dhe përjetimi i dhimbjeve është ndryshe, sepse edhe nga aspekti anatomik është ndryshuar, është ndryshe ndërtimi i një gruaje me një burr. Nga ana tjetër, burrat kërkojnë ndihmë shumë herë më vonë se sa femrat, në rast se kanë probleme dhe kanë pasoja. Kjo është e vërtetë. Edhe studimet kanë treguar që burrat kërkojnë ndihmë shumë më vonë, edhe pse nuk durojnë përsëri, kjo është nga gabimet më të mëdha në këtë rast. Pse disa simptoma altim shfaqen vetëm gjatë natës? Për çfarë lidhet kjo? Shfaqen gjatë natës sepse trupi jonë është më inteligjent nga ajo që ne besojmë. Edhe pse ne kërkojmë gjithmonë shëndetin jashtë trupit tonë, inteligjenca e trupit tonë është shumë e lartë. Ndoshta më e lartë edhe nga ajo që ne jo vetëm e mendojmë, por që nuk e kemi kuptuar deri tani. Sepse në momentin kjo inteligjencë e trupit zgjedh momentin kur ti do ta dëgjosh më mirë trupin tënd. Në momentin kur ti ke për të pushuar, në mënyrë kur ti nuk e ish përqendruar. Dhe kur vjen kjo? Kjo fillon të dëgjohet më qartë kur ti je në darkë, sepse në darkë është dita e fundit, është momenti i fundit çasti i fundit i ditës që ti po fillon të pushosh. Pra kemi një kurb, kemi një lindje dielli, kemi edhe një perëndim, ashtu siç kemi edhe tek njeriu. Lindjen e mëngjesit energjinë shtohet dhe pastaj fillon dhe bie. Dhe kjo është një nga arsye sepse bie sistemi imunitar gjatë natës. Prandaj dhe temperaturat e fëmijët është më e lartë, por ta shikosh natën. Prandaj dhe shqetësimi tek njerëzit është më e lartë. Por nga ana tjetër, duke qenë të mbuluar nga ky zhurmë, lëvizje, puna, kafeja, adrenalina, stresi, lëvizshmëria, komunikimi, është një lloj maske ditës që funksionon trupi jon me sforcim. Dhe pikërisht kur kjo qetësohet natën, shumë sinjale do dalin në pa dhe në sipërfaqe. Nga ana tjetër, dhimbjet shtohen pikërisht natën, sepse lidhen edhe me inflamacionin që thashun bie niveli i sistemit imunitar. Ritmi i trupit natën ngadalësohet. Sistemi nervor bëhet më i ndjeshëm ndaj dhimbjes në darkë se sa ne kemi gjatë ditës. Prandaj dhe ne e kemi këtë lloj problemi. Po ashtu frymarrja ose një koll apo një shqetësim tjetër, kur ne arrim të shtrihemi, të qetësohemi, qoftë edhe acidi, refluks, lëviz ndryshe, po ashtu mukusi, lëviz ndryshe. Pra çdo gjë që vepron që nga alergjia, që teshtimat që mund të kemi më të mëdhenj, problemet e stomakut apo të zorës që fillojnë akoma, pra trupi e bën që ta zgjoj trupin ton nga këto goditje, pikërisht në orët e vona. Dhe po ashtu zemra flet më shumë natën. Shumë njerëz ndiejnë madje papilacione aritmi më shumë gjatë darkës ose kur shtrihen, sepse jo sepse zemra fillon problemi natën, por sepse në fund truri nuk është i zënë me 100 gjëra njëkohësisht apo 1000 gjëra që mund bëj dikush, por është pikërisht vetëm me një gjë ose dy gjëra të fokusuara. Dhe në këtë moment ti po fillon ta dëgjosh trupin dhe ritmin tënd të brendshëm. Dhe kjo është një arsye. Arsyeja tjetër është arsyeja hormonale, sepse trupi ju punon me orë biologjike dhe me hormonet që ndryshojnë sipas ditës. Kortizoli, që është hormoni i alarmit, bie natën. Melatonina rritet, pra është ndryshe nga paraditja. Temperatura e trupit ndryshon. Dhe qoftë inflamacioni dhe imuniteti ecin në ritëm të hormoneve. Nuk ecin në ritëm si duam ne. Prandaj dhe sëmundjet bëhen më aktive në orë të caktuara dhe nëse ne nuk do kemi kujdes, atëherë mund të kemi dhe pasoja më të mëdha. Okej, le të bëjmë tani një lidhje të simptomave të ndryshme, të simptomave të çuditshme me gjendje të ndryshme shëndetësore apo me sëmundje që paralajmërohen përbes këtyre sinjaleve. Atëherë unë do përmend disa nga ato që unë kam marrë si eksperiencë apo nga njerëzit që dëgjoj shpesh. Ka shumë njerëz të cilët nuhasin aroma që nuk ekzistojnë. Shumë njerëz nuk e ndjejnë fare, pra ti ndjen një herë djegje, sikur po të digjet priza në shtëpi, sikur diçka po prishet, apo erë kimikatesh, askush tjetër nuk i ndjen, ti ndjen. Kjo tregon që ti ose je në fazat e fillimit të skizofrenisë, ose ke një problem me migrenë neurologjike, ose je ndoshta në fillim të një tumori cerebral, Parkinsonit ndoshta, ose ke një ankth të rënd, ose ke toksina në aspektin pra toksina neurologjike. Kjo është një nga anët kryesore. Shpesh njerëzit që kanë Parkinson i ndodh shumë vite para se ndodhi kjo. Çfarë lloj aroma apo vetëm këto që përmendët Altin? Jo, aroma që s'ekziston. Vjen aromë tymi sikur digjet diçka, po digjet diçka jashtë edhe të vjen ty, por nuk e ndjen njëri tjetër. Vjen njerë si gaz,
Vjen erë diçka e prishur, po themi një produkt i primish i prishur apo një perim i prishur. Vjen erë si tip kimikatesh, kur lëshon ato kimikatet. Askush nuk i ndjen to, ti i ndjen. Atëre këto na paralajmërojnë në të ardhmen që do ndodhi diçka. Në përgjithësi këto, se ka dhe të tjera, po flasim bazën. Tjetra, kur ne kemi një djers që kemi erë të keqe, ose si erë e frutave të kalbura, ose era e si acetoni që ato lyem që pastrojmë thojt. Pavarësisht i gjenës, pavarësisht ta persona kujdesen. Ose si një mollë e fermentuar, pavarësisht e gjenës. Kjo na tregon që ne jemi ose në diabet, ose në pjesën e diabetit, ose në çrregullim mitokondrial. Një nga këto, tjetër është që kemi një problem metabolik të brendshëm. Sidomos duke ushtuar edhe etja, duke kombinuar që ne kemi pak etje her pas here, kemi urinim të shpesht, kemi dhe turbullim të shikimit apo dhe lodhje, patjetër duhet të bëjmë këto element ose disa nga analizat kryesore. Tjetër është gjua e bardhë, që është kronike. Shpesh njerëzit e lidhin vetëm me kanditën. Por nuk tregon kjo. Shpesh tregon disepsi kronike që ne kemi, problem të çekulibrit nxor, tregon nga ana tjetër probleme mëlçin, problem toksina të larta që ne kemi marrë. Shpesh tregon dhe dehidratim, tregon diabet, tregon imunitet të dobët. Nuk mund të ketë njëri imunitet të lartë, po të ketë gjuhë të bardhë. Kjo është baza që i lidh, pastaj fillojnë tjerat. Pra, ata që kanë shumë të kuqe? Ata që kanë të kuqe kanë tjetrën, do t'i them nëse munde, po të them këtë se do kam hall mos e ngatroj. Pra, imuniteti është baza. Mund të jetë diabeti, mund të jetë dehidratimi, pra ti nuk konsumon shumë ujë, mund të jenë toksinat, mund të jetë kandita, mund të jetë edhe refluksi acid, mund të jenë dhe problemet e zorës. Por shqetësimet janë këto dhe ne duhet marrëmi. Probabilisht mund të jetë kandita sepse ajo ka rasti më të madh, por nuk është gjithmonë e thënë. Tjetër, kemi shpesh shikoj nga njerëzit që thonë kemi kruar i pa shkak, në çdo moment kruhet dhe ai nuk e kupton pse kruhet. Rrihet dhe kruhet. I kruhet koka, mbrapa qafës zakonisht. Pjesa e krave që i kruhet, apo pjesa e këmbëve poshtë. Kjo tregon e para mund të jetë ankth, një ankth i rritur dhe i lartë, po nga ana tjetër mund të jetë bllokimi i tëmthit dhe probleme me mëlçin. Mund të kemi problem të alergjentëve të fshet nga ushqimi që ne konsumojmë, ose kemi një ngarkesë të lartë të toksinave. Por mund të jetë edhe mungesë hekuri. Sidomos nëse ne kemi për ta pasur në shtuta, natën dhe pas kuqe, atëre mund të tregojmë probleme hepatike, pra probleme që vinë nga tëmthi dhe nga mëlçia. Shumë njerëz kanë probleme për shembull me dridhjen e syrit, po ta vësh re, edhe unë shpesh e kam një herë. Tikun e syrit, dridhit dhe bëhen shumë merak dhe shqetësuar. Madje kush disa mesazhe ka marrur vetëm për këtë gjë. Kjo lidhet është shumë e zakonshme në përgjithësi, por kjo lidhet ose me magnezin e ulët, por jo vetëm me magnezin e ulët. Kjo lidhet me deficitin e vitaminës D. Duhet kontrolluar vitamina D. Shpesh nuk e thon këtë gjë, por unë kam vërejtur që këta persona kanë vitaminë D, me rregulluar vitaminën D, atëre ka rregullojnë dhe problemin me kalciumin, atëre edhe me problemin e vitaminën, edhe me magnezin, atëre kjo rikuperohet mirë. Por mund të jetë nga kafeina e tepruar, mund të jetë nga pagjumësia dhe nga lodhjet. Por ndonjëherë mund të jetë probleme i sklerozës multiple, pra ka filluar ose në një problem neurologjik. Gjithmonë ku këto përsëriten dhe nuk largohen, se nëse ndodh që është vetëm për pak kohë. Unë po them kur fillojnë bëhen dhe po t'japin sinjale, po jo për një herë, se trupi një herë reagon. Në momentin që kjo ndodh shpesh, kjo tregon që trupi nuk po reagon dot dhe nuk po poshtë dhe po t'jep sinjale që ti ta ndihmosh. Në ana tjetër, djegja sidomos e shputave të këmbës. Dëgjojnë shumë tek njerëzit që kemi djegje, sidomos kur vjen kjo koha e praverës. Kto lidhen ose me mungesë të vitaminës B12, ose me nivelet të toksinave, ose me qarkullimin e gjakut që kemi keq, ose me një inflamacion kronik në aspektin një virusal, ose nga një problem veshkor, nga veshkat që ne mund të kemi. Por mungesa e vitaminës B12 mund të jetë një nga arsyet kryesore që mund të shkaktojë edhe dëmtime nervore, mund të jetë edhe anemia. Ka shumë njerëz të cilët vuajnë nga një ndjesi tjetër sikur kanë diçka në lëkurë që i hecën ose sikur është një insekt i vogël, po. Një insekt, një miz, një merimang ndoshta dhe ta ke kapur me këmbë dhe shikojnë, edhe kur flen natën sidomos. Ndjen një lloj lëvizje ose si zvarritje në lëkurë. Kjo tregon, njëra anë tregon që mundet të kemi virusin Epstein-Barr, që mund të jetë nga virusit, ka për të shkaktuar probleme me fibromialgjin më pas, apo dhe shqetësime tjera, sepse është një virus jashtëzakonisht i zgjuar, punon në vite të tëra dhe lë pasoja. Mund të jetë nga mungesa e gjumit, mund të jetë nga menopauza, këtu fusim dhe drograt pastaj, se te elementet tjerë më parë mund të jenë dhe drograt që ne konsumojmë në mënyrë sintetike etj. Mund të jetë problemi menopauzës, mund të jetë problemi sëmundjeve neurologjike
ose mund të jetë mungesa e zinkut, në përgjithësi. Gjithmonë flasim në përgjithësi. Kemi njerëz të cilët zgjohen natën shumë, sidomos midis orës 2, 3 ose 3, 4 midis asaj ore. Po. Kjo tregon që kanë ose kortizol të lartë, ose kanë një mërqi të mbi ngarkuar dhe kanë konsumuar dhe darkën dhe nuk e përballon dot më darka, ose kanë një sheqer të paqëndrueshëm në gjak, ose kanë problem ose edhe apnea në gjumit, apo edhe probleme të ankthit që mund të kenë kaluar, mundet pastaj nëse ajo shoqërohet me urinim të shpesh, mund të jetë nga diabeti, mund të jetë nga prostata e tjetër gjë. Por flasim vetëm kështu në përgjithësi. Pra ky zgjimi është gjithmonë në të njëjtën orë, ka diferencë? Po, në përgjithësi, 2, 3, 4, midis asaj ore. Midis asaj ore kur zgjimi është i përhershëm, që njeriu çohet. Në ana tjetër ku shikojmë të njerëzit që kanë errësim të qafës. Sidomos të pjesës këtu ose pjesës mbrapa, pjesës mbrapa të qafës, errësimi i saj. Mund të jetë gjenetike, por në përgjithësi tregon rezistencë ndaj insulinës, fillimin e një PCOS-je, apo diabetin metabolik, apo sindromën Cushing. Po mund të jetë dhe gjenetike, nuk e di, por mund të jetë dhe kjo. Shpesh është sinjal paralajmërues i diabetit. Ere keqe gojës që nuk ikën çfarëdo që të bësh. Shpesh njerëzit thonë, ore përdor pastë, karafil, kalojnë kohë vazhdojnë prapë. Gjithmonë duke shmangur infeksionet apo higjienën, po flasim për kur jemi kujdesur për këtë pjesë. E para është njëherë që një nga arsyet kryesore është helikobakteri. E dyta mund të jetë nga kandida, e treta mund të jetë nga diabeti, e katërta mund të jetë probleme të mërqisë, mund të jenë probleme renale. Është era e amoniakut në frym, mund të lidhet me insuficiencë renale në përgjithësi. Ku kemi erë amoniaku në përgjithësi. Në qoftë se nuk kemi probleme me dhëmbët, nuk kemi pastruar, nuk kemi prishur etj. Mbirje duash të njerëzve, sidomos natën. Shumë njerëz në darkë kur shkojnë në shtëpi, pa ato simptomat, shikojnë që kanë pirje duash. Unë kam nga eksperjenca këto. Duhet shikojnë një herë cervikalen, duhet shikojnë problemet neurologjike, sidomos problemin e sëmundjes Raynaud, duhet shikojnë problemet me diabetin, që janë shumë rëndësishme, dhe shumë kryesore kompleksin e vitaminave B, kryesisht vitaminën B6 dhe B12. Ka njerëz të cilët dërsiten shpesh natën. Kjo tregon e para një herë tregon dëmtime nervore, mund të jetë, mund të ketë probleme neurologjike, mund të kemi një sindrom që mund të jemi dhe në paralajmërim të në një problemi, përveç menopauzës që mund të jenë gratë në fillimin e menopauzës e tjera, ose perimenopauzës që fillon djersa, dhe sistem, sidomos të fëmijët, sistem shumë të ullët imunitar dhe mangësi të rënd të disa mineraleve bazë. Dhe jo një, po janë 6-7 mineralet kryesore. Kjo është kryesorja. Duar që ndridhen. Një person ka duar që ndridhen në një moment saktuar. Është ose një stres nga situata e gjendrave mbiveshkore, nga ngarkesa e lartë që kemi nga stresi, ose kemi rezistencë në insulinës, pra diabet, ose kemi nivele të shtuar të ankthit dhe jemi para përsëri edhe një sëmundje mendore. Shpesh te njerëzit që marrin një ngjyrë të verdhë të lëkurës. Kemi ose hepatit, ose gurë në tëmth, ose bllokim biliar, ose kemi sindromën Gilbert. Ose kemi probleme me mërqi në përgjithësi. Po duhet shikuar dhe syt, që shikohen ore, a janë të zverur syt brenda, ngjyra, duhet shikuar feqja, janë shumë element shtresë, por minimalisht po dalim te kjo. Tani më thatë për atë gjuhën e kuqe që kemi, po. Në përgjithësi vjen nga mungesa e vitaminës B12, në përgjithësi. Por vjen dhe nga kandida. Por kombinimi i vitaminës B12 dhe acidit folik, pra vitaminës B9, janë kryesore, mundet të jetë anemia, mund të jetë edhe sindroma Sjorgen. Por mundet të jetë kryesisht dhe vitamina B3. Qartë. Mundet ta kemi edhe nga gastriti. Urina me erë të fortë për shkak ose me ngjyrë tregon probleme infeksionare, diabet, dehidratim, sëmundje metabolike, probleme me mërqinë etj. etj. Tani po do të trajtoj të tjera. Besoj se kemi dhënë një pjesë të konsiderueshme dhe më të shpeshtë. Shtënjat e thonjve, edhe shtënjat e thonjve se kisha merak, është mungesë mineralesh, stres biologjik dhe diabet, dhe sidomos probleme me tiroiden. Mos harrojmë të dhe sëmundje me veshkat. Ku i kemi thonjt në të mysët, pra të lugët, mund të jetë mungesë e hekurit dhe anemisë. Po ti kemi të verdh, ta mbaj mend, mund të jenë problem mushkrish, mund të jenë problemi diabetit dhe problem limfatik. Ta dinë të njerëzit në këtë drejtim. Por mund të jetë dhe problem veshkash nëse kanë vizime këto të holla, lëkurat që kruhet pas dushit. Ka shumë njerëz që lëkruhen pas dushit. Mund të tregoj probleme me histaminën e lartë, probleme me mërqinë ose alergji ose probleme me gjakun. Pra duhet patjetër që ta kapim këtë rast. Të tjera pastaj po doni të themi 10-15 shenja të tjera
Po ka dhe të tjera sigurisht për të kryesorët e kemi thënë. Të konsultohemi fillimisht, të dimë se çfarë grupe analiza do të bëjmë, që edhe mos harxojmë para kohë, edhe mos e kalojmë kohën duke i lënë pas dore të gjithë ato shenja që në të ardhmen mund të sjellin probleme edhe më të rënda se kaq. E rëndësishme është të mos i neglizhojmë. Tani do kalojmë në një hapësirë reklamash dhe rikthehemi për të folur për qeshit. Është sezoni i tyre, duhet të mësojmë disa vlera kurative të qeshive. Flasim tani për qeshit, është sezoni i tyre, kështu që nuk mund të linin pa prekur disa prej vlerave të tyre në shëndetin ton, vlerave kurative, jo vetëm qeshit, betullin e tyre me atë shijen fantastike, por edhe për bishtat e qeshive. Kështu që përshëndetemi sërish me Altinin. Përshëndetje. Është sezoni tani dhe ka rënë dhe çmimi, kështu që a kanë apo jo shumë vlera aq sa thuhet për qeshit? Unë e kam thënë që qeshia është një ilaç, nuk është thjesht një frut, dhe shpesh njerëzit thotë po, si ilaç po e blem se ka shkuar shtrenjtë. Pra askush nuk shikon çmimet e tjera, fare absolutisht, as harxhimet që bëjmë për disa gjëra që janë të kota dhe i duket shtrenjtë 1 kilogram qeshit që mund të kushtoj 7.000 lekë. 8.000 lekë. Jo, shtrenjtë janë, për sezonin që jemi tani, shtrenjtë fillosh me 10.000. 20.000 lekë. Më fal, të lutem, absolutisht jam dakord. Vlera që ka, të lutem. Paneli, shiko, një panel që në Francë, i cili bëri ulëmtime me harova, më fal, në 2017-ën, i përcaktoi që frutat edhe po të jenë 20 fish më shtrenjtë si çmim, janë të pranueshme për vlerat e ato që kanë. Pra për mua qeshia dhe në atë këndvështrimin holistik, po për xhepat tanë 10.000 lekë qeshive në një vend që ka prodhimtari qeshish nuk mund ta konsiderojmë tani, është 1.800 për momentin. Kjo është tjetër gjë, abuzimi ti kontrollojnë institucionet. Por unë po flas për njerëzit që edhe kur është 20.000 më dëgjoj deri në fund, thonë pse është kaq shtrenjtë. Shkon 10.000 thonë është shtrenjtë. Shkon 8.000 thonë është shtrenjtë. Kishte shkuar 5.000 6.000 paracakohesh në zona një postim, thonë njerëzit prapë për shtrenjtë. Të njëjtët njerëz, i duket prapë shtrenjtë. Tani ka arritur 2.000, 3.000, përsëri jam i bindur që shumë njerëz të tjerë thonë që ore prapë për shtrenjtë, ore për fëmijë më sa i duan falas, se ky është problemi. Domethënë edhe 2.000, edhe 25.000 njerëzve i duket shtrenjtë. Tani unë nuk po të them ti argjojnë, sepse edhe unë vetë nuk e blej qeshin, unë blej 6 kokra. Na një kokër familjes edhe kaq. 6 kokra ka marrë. Sepse këtu kur erdhi në Suedi ishin 35 euro. Kur erdhi për herë të parë, dhe unë bleva gjithsej 10 kokra. Na 2 për secilin në familje. I thash, për të nxjerr mallin keni 2. Radhës tjetër i mora 3 se ul pak çmimi. Tani marr na 8-9. Aq marr mua sot. 8-9 kokra qeshi. 2 herë në javë ose 1 herë në javë, ka që ka mundësinë unë. Çfarë ka këtu për të? Mesazhi i gjithë kësaj hyrje për qeshit është që është ilaç, nuk është thjesht një frut. Çfarë vlerë? Jo, është frut, por nuk mos e ta shikojmë thjesht si një frut i zakonshëm, por është ilaç. Dhe pas fikut, qeshia është fruti më i mirë i verës. Pas fikut, në verë. Fiku është numri 1. Pastaj vjen në opsionin tim. Ta shpjegojmë për frikun, për të flas për qeshin se ta harroj dhe pastaj për qeshin, pse qeshit kanë vlera dhe cilat janë ato? Tash mos do të them edhe për fikun, se ta them edhe për fikun, në sezonin kur të vi do jemi këtu përsëri. Sepse e para një herë nuk kanë nivele të larta kalori, diku 50 deri në 60 kalori, kanë sasi të mira të ujit, jo shumë, por rreth 80-85%, kanë nivele të karbohidrateve, kanë fibra, kanë proteina, kanë vitamin B1, B2, B3, B6, B9, B6, B9, B5. Nuk i kanë në sasira shumë të larta, po sasira të vogla, të cilët ne e dim shumë që janë ndihmuese të metabolizmit, sistemit nervor, të energjisë celizore e të tjerë. Ka nivele të mira të kaliumit, që na rregullojnë tensionin, zemrën, muskujt, bëjnë balancimin e lëngjeve e tjerë. Ka nivele të magnezit, ka nivele të fosforit, ka nivele të hekurit, ka nivele të bakrit dhe manganit dhe kanë anthocyaninat që janë antiinflamator shumë fuqishëm, që janë ato pigmentet e kuqe vjollës që kanë përgjithësi gjithë to fruta apo perime që nga lakra apo shega, rrushje etj që japin të ngjyrën, që janë mbrojtës për zemrën, mbrojtës për trurin, antitumorial, bëjnë uljen e asidit urik, janë shumë të mira qeshit për problemin e artritit dhe dhimbjeve të kyçeve, për inflamacionet kronik, ka nivele të mira të quercetinës që ul nivelin e alergjisë, inflamacioneve, mbrojtjen e enësve të gjakut, ka melatoninë natyrale, sidomos në darkë që të konsumohen, janë shumë të mirë sepse rregullojnë dhe ritmin biologjik dhe problemet e gjumit. Kanë acid elagjik, që ne e dim shumë mirë që është një antioksidant dhe një mbrojtës i mirë për problemet e dëmtimeve qelizore. Ka nivele të polifenoleve që ne thamë, apo flavonoideve si kjo quercetina, kanferoli, që bëjnë qarkullimin e gjakut, dhe janë
shumë element mirë kundër inflamacionit vaskular, ka nivelin e karotenoideve, pra të beta-karotenit, luteinës, zeaxanthinës, që janë të mira për syt, për retinën, për lëkurën, kanë acide organike si acidi malik, acidi citrik, acidi klorogjenik, që ndihmojnë dhe tretjen, bëjnë prodhimin e energjisë, kanë fibra dhe prebiotik brenda vetes tyre, kanë triptofan natyral, që rrisin nivelin e serotoninës apo rregullojnë problemin e melatoninës, që janë shumë të lidhur me problemin e humorit, qetësisë, gjumit e të tjera. Kanë përbërës antiacid, përbërës kundër acidit urik, që bëjnë reduktimin e krizave edhe në veshkave, infeksioneve urinare, uljen e acidit urik e tjerë. Kanë përbërës shumë efektiv për problemet e muskujve. Është rikuperus muskulor, mëlçia. Po ashtu bën shumë mirë për veshkat, për eliminimin e toksinave, edhe ka një ujë biologjik, që hidraton qelizat nga jo të gjitha frutat e kanë njësoj pjesën e ujit biologjik. Ndihmimi i lëkurës që ka qeshia në ujin biologjik, në hidratimin qelizor në përgjithësi dhe në uljen e temperaturës trupore, ku ne mund të jemi me temperaturë, është nga më të mirat. Fëmijët që ja kanë temperaturë në këtë kohë, duhet konsumojnë një sasi shumë të lartë qeshie apo lëngun e qeshisë. Qofse është e mundur. Pse disa njerëz altin fryen pasi konsumojnë qeshi, kanë fryrje barku? Atëre fryen sepse qeshia ka nivel sorbitoli natyral. Duke përmbajtur sorbitoli është një lloj alkooli i sheqerit natyral, që tërheq ujë në zor dhe bën një fermentim nga bakteret. Kjo do sjellë fryrje, do sjellë ndoshta edhe diare ndonjëherë, dhe do bëj edhe ndonjëherë edhe lëvizje më të shpeshta të zorës. Njerëzit që kanë probleme me disbiozën e zorës, SIBO, kanë kandita apo probleme të rënda në zorë, duhet të jenë çik të kujdesshëm në konsumimin e qeshisë. Po diabetikët, a duhet ta konsumojnë këtë frut? Tani, apo në sasi të vogël? Po edhe diabetikët duhet ta konsumojnë patjetër, sepse indeksi i glicemisë së qeshishës diku 20-25. Mos harroj për shembull një freskuese ka mbi 70, shalqiu e ka 70, rrushi ka shumë më të lartë se qeshia. Buka e ka 60-70. 80 disa nga bukat. Pra mund të ta konsumojnë sepse në 100 gram qeshin e kemi rreth 12-13 gram sheqer natyral që vjen edhe nga fruktoza, por kjo vjen si një paket biologjike që vjen edhe me anë të fibrave. Pra mos e harrojmë. Prandaj 8, 10, 12, 15 kokra qeshi, një diabetik mund të konsumojë pra diku ndoshta sa i bie 60-70 gram në ditë, nuk është një problem. Sidomos kur e konsumojmë me ara, me bajame dhe me fara, fibrat bëjnë që niveli glicemisë të lëshohet më gradualisht në trupin ton për problemet e lëshimit të glicemisë. Po bishtat e qershive, me që themi dhe në fund dhe dua ta shfrytëzoj edhe këtë pjesë. Pse nuk duhet të jedhin bishtat? Bishtat e qershisë janë diuretik natyral se ndihmojnë trupin të nxirrë toksinat. Ndihmojnë dhe veshkën dhe fshikzën urinare. Dhe bëjnë edhe problemet ku kemi fryrje të fytyrës, të lëkurës, të këmbëve, është përdorur dhe kompar dhe si detoks pranveror bashkë me disa elemente të tjerë që mund përdoret. Nga ana tjetër, ku kemi tepris të acidit urik, ku kemi probleme me tensionin, nga ana tjetër mund të përdoren këto bishtat e qershisë për pastrimin e veshkave. Nga ana tjetër, në rastet në ku kemi celulit ose kemi probleme me alergjinë. Mundet të përdoren pas ushqimeve proteinike ose ku kemi ngrënë sasi të lartë ushqimi, pra pas një dreke, por sidomos ku kemi konsumuar ushqim shumë të kripur. Pra ku kemi konsumuar një ushqim shumë të kripur, bishtet e qershisë mund të konsumohen mirë. Në formë çaj gjithmonë kemi thënë. Në formë çaj, në frigorifer të kenë kujdes kur të ruhen. Është më e mira të ruhen në qershitë e zeza, të errta, sa më të errta, sepse ato kanë nivele antioksidantësh më të mirë, por rezistojnë edhe më mirë, po një pjesë e aromave, të enzimave, ato 5-6 ditë frigorifer nuk është asnjë problem, ndoshta më tutje. Për t'i kaluar në ngri, nuk duhen lar, në qoftë se ne do i fusim në frigorifer, nuk duhen lar. Se unë shoh shumë njerëz i lajnë fusin në frigorifer, jo, se prishen dhe krijon problem mikotik, prishen shumë shpejt. Dhe humbi edhe niveli i shijes që ne mund të kemi. Problemi në mënyrën më të mirë për ta ruajtur qeshin, pra për ta futur në frigorifer, është ta fusim në temperatura të ngrira dhe sa më të errët që të jetë qeshia. Më e mirë, ka një rezistencë shumë më të mirë dhe ruajtje bëhet më e mirë antioksidantëve dhe shumë antocianinave, por një pjesë tjetër e elementeve të tjerë edhe humbasin. Vitamina C humbet zakonisht në këtë drejtim. Që mund t'i përdorin pastaj në gatim, smoothie apo elemente të tjerë.
A është qeshja një frut që mund të shkaktojë edhe alergji, edhe e fundit për ta mbyllur? Po, mund të shkaktojë alergji edhe te fëmijët edhe tek të tjerët, prandaj duhet të jemi çik të kujdesshëm tek persona që kanë alergji, jo tek njerëzit që kanë ndonjë problem. Apo mund të shkaktojë edhe probleme, shumë njerëz kanë probleme me fryrjen e zorës ose dhimbjet e zorës, por dhe alergji po. Ka raste që mund të shkaktojë alergji. Sidomos njerëzit që kanë alergji ndaj polenit. Personat që kanë alergji ndaj polenëve shumë mundet të shkaktojë edhe alergji. Qartë. Faleminderit Altin për informacionet që përcollëm sot, gëzuar dhe njerë kalofshi bukur familjarisht. Faleminderit gjithë fëmijët e gëzuar. Gëzuar të gjithë shqiptarëve kudo që na ndjekin, një drekë të këndshëm, një ditë të bukur. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.